Mirë se erdhët në Reze Dielli. Do të flasim për tematikën më të rahur të kohëve të moderne, përsa i takon grave dhe vajza, përsa i takon çrregullimeve hormonale. Lidhemi në Skype me Altin Jokën, nutricionistin dhe specialistin e mjekësisë holistike, për ta nisur menjëherë tematikën dhe të marrë këshillat e duhura çdo grua dhe vajzë që është duke na ndjekur. Të përshëndes Altin. Edhe unë ju përshëndes gjithë, faleminderit. Mirëmëngjesi, faleminderit për kohën, edhe besoj se sot do t'japim këshilla të duhura për gratë dhe vajzat që na ndjekin, të cilat shpeshherë përballen me këtë disbalancën apo çrregullimet hormonale, dhe do doja të pyesja direkt nëse mund të quhet që hormonet janë armiku i fshehur i heshtur i grave të kohëve moderne, të kohëve në të cilat jetojmë për shkak të mënyrës se si ato ndihen, më të lodhura, më të stresuara fizikisht dhe sigurisht disbalanca hormonale sa ndikon te këto. Po, mund të themi me një fjalë po, sepse në këtë kohë që jetojmë, pra në këtë kohë të vrrueshme ose në këtë jetë moderne, midis të tjerave dhe gratë janë vënë para një stresi shumë të madh kësaj kohe. E dyta, ka rritur shumë mungesën e gjumit. E treta, ushqimi i përpunuar, shtimi i duhanit, shtimi i alkoolit, shtimi i kremrave estetik dhe makiazhit që ka nivele shumë të larta kimikatesh, sasia e ngritur e pirjes kafes, pirje energjike me shumicë. Çfarë bëjnë të gjitha këto? Në fund fare, këto mblidhen dhe godasin drejt për drejt sistemin hormonal. Sepse hormonat tona janë në formën, mund të themi, si një orkestër, ku secili hormon luan një rol të caktuar në të orkestër. Në momentin e parë që vetëm njëri nga kjo orkestër që don si vegël apo stonon, të gjithë ngadalsojnë gjithë pjesën e harmonisë të orkestrës, kështu që e kthejmë një lloj kakofonie. Sepse hormonet janë lajmëtarët tanë të brendshëm që i tregojnë trupit se çfarë mund të ndodhi ose çfarë mund të ndodhë, ose çfarë po ndodh në trupin tonë. Dhe ato fillojnë na flasin nëpërmjet gjuhës tyre, kujt? Nëpërmjet ankthit që u that, ciklit të parregull, fryrjeve, lodhjeve, problemeve të gjumit, dhe gjithë kjo stil i jetës moderne që ne nuk e largojmë dot, por kemi mundësi të paktën ta ekuilibrojmë, do sjellë këtë disbalancë ekuilibrave hormonal. Dhe midis tyre fillojnë, i pari fare është kortizoli nga hormonët kryesorë, që është hormoni i stresit, i cili shton fryrjen, ngadalson nivelin e progesteronit, pra ull progesteronin dhe ulja e progesteronit bën që ti jesh më shumë në stres, më shumë në ankth, ti je më shumë pa gjumësi, një cikël edhe më shkurtër. Probleme me disbalancimin e estrogjenit, se cila kur është në tepris krijon fryrje dhe një kohë ke probleme me aknet, humor të paqëndrueshëm, na jep fryrje ose rreth barkut ose shtimi në peshë, kështu që të gjitha këto do na sjellin probleme me lodhjen, po ashtu dhe insulina, e cila niveli i lartë i konsumimit të karbohidrateve dhe të ushqimeve që ka nivele shumë të larta të sheqerit, do na sjellin problemet që nga PCOS-ja, që nga dhjami i bark, që nga rritja e peshës e tjere, hormonet e tiroidës janë thelbësore, që ato fillojnë ngadalsojnë çdo lloj procesi metabolik, që nga rënja e flokëve deri tek kapslëku, deri tek temperatura që ne ndiejmë, deri tek mungesa e energjisë. Prandaj, të gjitha këto që ju that, patjetër janë pjesë e jetës moderne që sot gratë janë të goditura. A është normale në ditët e sotme që një vajzë apo një grua të vuaj kaq shumë gjatë ciklit menstrual, apo edhe këtë do ta quajmë si një alarm hormonal? Kujtoj këtu që gjyshet tona për shembull nuk e kishin edhe menopazën, po edhe ciklin kaq të rëndë edhe të vuajtshëm, nëse shprehem kështu. E vërtetë nderuar, po kur kemi një grua, një nën dhe një vajzë, nëna i thot vajzës që mos u shqetëson nga dhimbjet e menstruale, i jep forcë. Si thot, kjo është diçka normale. Kjo është pjesë e të qenit grua dhe ne duhet ta durojmë. Pra nëna i thot bijës këto gjëra. Po kjo nuk është normale. Nuk është e zakonshme. Sepse trupi ynë nuk ka qëllim që të na bëjë që ne të vuajmë. Nuk ka sens që trupi apo Zoti ta ke krijuar që femra të kalojnë në vuajtje kaq të mëdha. Ai ka për detyrë të na informojë. Pra, menstruacionet mund të themi janë pasqyra e asaj që reflektohet në shëndetin tonë në aspektin hormonal. Ajo është baza e tyre. Çfarë duhet të jetë një cikël hormonal? Si e kanë kaluar parë, sepse ne themi një shprehje që sikush i ka deklaruar parë, nëna tona nuk flisnin, gjyshet tona kanë qenë të tushme, ku e dim dhe ato kanë vuajtur, po jo, janë volumtimet që janë bërë në Gjermani, në Kanada, janë bërë në Amerikë, që ato flisnin, pra po nuk po flasim vetëm për vendin tonë. Pra ciklet kanë qenë shumë të normale, ka qenë brenda 28 apo 30
dhe 2 ditëve kanë qenë pa dhimbje të forta, kanë qenë me gjakridhje mesatare, me ndryshime të lehta emocionale, të pandeshme dhe jo ekstremitete. Ndërsa sot ne kemi dhimbje të forta barku, ne kemi gjakderdhi shumë tepër, ne kemi fryrje ekstreme, kemi akne, kemi probleme të luajtjes të fortë të emocioneve dhe shpërtimeve që ne bëjmë gjithmonë, probleme të kapslloku, të mikrobiomës, kemi mungesë energjie dhe në shumë raste reflektohet edhe te problemet e depresionit. Kështu që ne mund të themi që të gjitha këto që ne mund të themi elementet kryesor, unë të thash që janë baza kryesore aty hormoneve, por që nuk është normale që ne të kemi ose gratë, jo ne, por gratë, të kenë këto dhe probleme. Prandaj, trupi jonë e pasqyron këtë cikël të vështirë midis këtyre problematikave. Në qoftë se do hasen këto problematika, kjo tregon që nuk kemi fjetur mjaftueshëm, nuk kemi ngrënë mirë, kemi përjetuar stres kronik, nuk kemi bërë një pushim emocional të rregullt dhe të tjera që unë thash që janë të jetës moderne. Pra, ka një lidhje të drejt për drejt të kortizolit, hormonit të stresit, me ciklin menstrual, me anksin, me fertilitetin, me të gjitha këto problemet që shoqërojnë gratë në mosha të caktuar, apo jo? Sepse dhe niveli stresit është në nivele më të larta në ditët e sotme. Më të larta, ashtu është. Niveli stresit shoqërohet pastaj me probleme të ankthis, shtyhet më shumë në arrim probleme edhe të depresionit. Është e vërtet kortizoli mund të themi është sinjalizuesi kryesor ose shenja e parë që trupi jep kur mendon se ti je në rrezik. Është faktikisht një nga hormonët që na ka shpëtuar jetën në gjithë historinë njerëzore. Nëse nuk do ekzistonte, atëherë ne nuk do jetonim ose nuk do mbijetonim. Por sot nuk po bëhet dot një dallim në niveli i kortizolit i cili ndryshon. Në moment saktuar kur ne jemi në një stres kaq të madh, në muaj, në kohë të vazhdueshmërisë, ndodh një vdekje e ngadalt dhe gjithë balancës hormonale, sepse është baza kryesore kortizoli për gjithë aspektin hormonal. Është ai flaka që i vë benzinën të gjithë aspektit hormonal. Sepse kortizoli shtyp nivelin e progesteronit. Në qoftë se do shtypet niveli i progesteronit, pra duke u rritur, ne do kemi më shumë ankth, nervozizëm, më shumë infertilitet, më shumë dhimbje në menstruacion. Në qoftë se kortizoli midis tjerave bllokon ovulimin. Prandaj shumë gra nuk ngelen dot shtatzan sot. Në momentin që ovulimi ndërpritet ose bllokohet, ne kemi probleme. Se dhe progesteroni nuk prodhohet, mungon qetësia, mungon balanca dhe do shfaqet infertiliteti, që shpesh ne bëjmë analiza dhe themi si është e mundur, është e pashpjegueshme. Po kortizoli është një nga rritësit më të mëdhenj të inflamacionit të heshtur në trup. Dhe jo vetëm për problemet e menstruacioneve, apo për aknet, hormonet, djeshmërinë që ne mund të kenë femrat në këtë moment, por kortizoli është një nga elementet kryesorë që rrit nivelin e inflamacionit kudo. Në një publikim të madh që është bërë tek Fertility, te një gazetë për femrat, u pa që gratë që kishin nivele të larta të kortizolit, 40% kishin mundësi më pak për të mbetur shtatzan. Dhe në momentin që ky kortizol ulej, kjo ulej në 30-20%. Pra, ç'është e rëndësishme ishte kortizolit. Tjetra u pa në një hulumtim që gratë që punonin natën dhe normalisht kishin një stres 1.8-2.5 herë më të lartë, kishin probleme me menstruacionet në 67 dhe në 72% dhe kishin probleme 48% të infertilitetit. Vetëm se punonin natën. Pra, kur bën një hulumtim. Prandaj, në momentin që një grua, se si do ta kuptojmë ne që ka dhe kortizol, se ne do të kuptojmë edhe çfarë, ore në rregull, thotë ai dakord, kjo është i dëmshëm, po si do ta kuptojmë ne? Në qoftë se nuk flet dot gjatë natës, pra ai shtrihet, po nuk flet dot. Në qoftë se gjithmonë ndihet e lodhur, në qoftë se e ka gjumin e keq, në qoftë se zgjohet në natën për pra her pas here i shqetësohet gjumi, në qoftë se ka një lloj frike të brendshme gjatë ditës, rrafje të zemrës, rrafje të shpeshta, është person që nuk dudoron dot zhurmat, stresin e njerëzve. Ka një cikël të është i dhimbshëm. Gjithmonë ku ndjen një ngarkesë shumë emocionale, kur është shumë e lodhur. Të gjithë këto mund të them që kortizoli po thotë, po ju lajmëron. Keni kujdes se në rast se ju nuk e kuroni, keni për të sëmur. Çfarë ndodh? Në rast se ju do flini pas orës 23, nuk të prodhohet niveli melatoninës, sepse kulmi është ora 10 deri në orën 2, prodhimi melatoninës që ndihmon progesteronin.
Në qoftë se ne nuk ushqemi mirë, në qoftë se nuk do bëjmë shëtitje në natyrë ose do t'i rregullojmë nëpërmjet këtyre fakteve, rregullimi i frymarrjes etj dhe ushqimi i bimët etj. Pra, në këtë rast mund të themi, nuk është trupi yt që çedon. Është lodhja që ti e ke ngarkuar këtë trup që po disbalancon apo dëmton me kortizonin. Altin, shumë gra për probleme të thella hormonale përdorin pilula kontraceptive. A është një zgjidhje kjo, apo është thjesht një mask për momentin edhe më pas ka dhe pasoja të tjera? Çfarë mendim ke? Nuk është mendimin kjo. Unë do them mendimin që ekziston në përgjithësi. Pilulat ose këto kontraceptive nuk shërojnë. Ato thjesht modifikojnë ose fshehin problemet e shenjave që ne kemi. Në qoftë se ne do përdorim që gratë po përdorin shumë pilula për shumë probleme të akneve, problemin e akneve, ciklit, problemin menstrual etj, çfarë bëjnë? Ato ndërpresin ciklin natyral, sepse shumë thelbësor. To hormone që ne po i marrim, po i zëvendësojmë me hormone sintetike. Pra po imitojmë estrogenin dhe progesteronin të trupit tonë. Trupi jonë nuk e kupton për momentin, por në momentin që e kupton, ai kthehet kundër. Do krijojë gjakridhje artificiale. Kur nuk kemi probleme menstruacionet. Vetëm e vetëm për ta krijuar një idenë që ti je në menstruacione, por gradualisht do dëmtoj gjithë balancimin hormonal. Çfarë është parë në disa studime, ja ta themi, te gazeta klinike e endokrinologjisë tregoi se pilulat që konsumoheshin sistematikisht dëmtonin e çrregullonin jo vetëm mikrobiomën e zorës, por ishin inflamacionin dhe ishin paralelësi disa sëmundjeve autoimune. Gjithashtu u pa që dëmtonin vitaminën B6, B12, magnezin, folatin, zinkun, që janë mjaft thelbësore, determinante për shëndetin hormonal të fetusit, të trurit dhe të fertilitetit. Pilulat kanë parë që rrisin piksin e gjakut të femrat, sillin probleme kardiovaskulare në të ardhmen dhe do sillin shpërthime të simptomave të tjera që ne i kemi shtypur me dhomë. Pra ne i kemi shtypur. Pra kjo mund të jetë një gjë e përkohshme për të kontrolluar edhe problemet e lindjes, edhe problemet e akneve dhe të menstruacioneve. Por nuk duhet të jetë zgjidhja universale dhe bazë që një grua duhet të përdorë. Sepse pilula nuk shëron, thjesht mbulon situatën ku ndodhesh. Në moment caktuar, trupi ka për të kthyer, ndoshta edhe një sëmundje edhe më të rëndë nga ç'mundet të ç'mund. Shumë gra për shembull thonë që kam dhjam vetëm tek pjesa abdominale, tek pjesa e barkut. Edhe ky është një sinjal për një problem hormonal apo është diçka më tepër? Çfarë kuptimi ka dhjamit e barku? Apo është thjesht problem estetik? Jo, është probleme hormonal kryesisht. Problemi i peshës dhe i rritjes dhjamit kryesisht të barku është problem hormonal. Mund të kemi probleme me insulinë, rezistencën ndaj insulinës, mund të kemi që është një hormon. Mund të kemi probleme me leptinën dhe grelinën. Pra mund të kemi një disbalancim të disa hormoneve bazë, të cilët e kanë funksionuar. Po baza është progesteroni dhe estrogeni, janë tre hormonet bazë kryesore. Progesteroni, estrogen, paktën të dyja dhe niveli kortizoli. Pastaj vjen insulina e tjerë. Po këto janë hormonet kryesore të cilat patjetër këta do të nisen dhe të bëjnë këtë lloj analizash nëse e shikojnë këtë problemi. Të parës të jashtë këto, sepse mund të kenë edhe probleme me mikrobiomën, mund të kenë edhe probleme të tjera, se ato ushqen dhe më tepër se ç'duhet, nuk kanë aktivitet, kanë jetë sedentare. Por po flasim për aspekti hormonal duke u bazuar vetëm te hormonet. E kuptoj. Për shembull, këto janë dhe tre analizat që ju i rekomandoni shpesh ose që një grua duhet i bëjë të paktën një herë në vit për të parë se si e ka këtë balancën hormonale në trupin e saj? Po, është e mira që analizën kryesore që duhet të bëj, pra në jetën e vet, të paktën në jetën e vet, duhet të bëj progesteronin, estrogenin, këto të dyja se s'bën, edhe në qoftë se ka mundësi edhe kortizolin, por për mendimin tim mund të bëj FSH dhe LH. Çfarë është FSH-ja dhe LH-ja që të kuptojmë çfarë është. E para është hormoni i folliculus stimulus, FSH-ja, dhe kemi dhe LH-n luteinizus, që është hormoni luteinizus, që jep urdhën për ovulim, pra për rritje papritur mes disa cikleve që ne kemi, etj, për çlirimin e vezëve të femrave, pra duhet bërë që të kuptojmë a kemi ndonjë problem apo jo, dhe zakonisht na tregojnë dhe këto analizat të problemit që mund të kemi me PCOS-n apo probleme të tjera. Po këto duhet i bëjmë patjetër që të shikojmë për problemet e ciklit, për problemet e vezoreve dhe për problemet e nivelit të stresit, sepse janë determinante për të kuptuar
ku e kemi problemin, pra ku është shkaku dhe ku është shtetli dhe pastaj të kurojmë shkakun, jo thjesht ta mbulojmë si shtetim me anë të pilulave. E kuptova. Pra, në një kohë të tillë moderne që jetojmë, stresi, mënyra se si jam, siç ju e thatë, orari që flem që s'besoj se e zbaton kush që na ndjek nga gratë dhe vajza për shkak të lodhjeve, ngarkesave të flerë para orës 11, siç tha dhe ju që prodhohet melatonina, po mënyra se si ushqemi, gjithçka që përjetojmë, patjetër që një nga problematikat e kohëve moderne janë hormonet. E kishte edhe një studim i fundit faktikisht, jo vetëm tek gratë, por edhe tek vajzat e vogla. Tani na duhet patjetër të rregullojmë balancën hormonale. A ka ushqime, a ka çajra, a ka bim natyrale, pra se si mund të trajtojmë balancën? E nderuar, në radhë parë duhet të kuptojmë që njerëzit gratë fokusohen dhe shpesh edhe mjekët që kam dëgjuar i thonë që mund të jetë dhe gjenetike. Nuk ka gjenetike. Gjenet mbani mend një gjë, për çdo lloj sëmundje janë predispozicion. Nuk janë dënim për trupin dhe për shëndetin. Dënim është jeta që ne bëjmë. A cikli Altin se thuhet për shembull si ka patur ciklin mamaja do ta ketë dhe vajza? 5 deri në 8% është treguar që është gjenetike. Gjithë pjesa tjetër, më shumë se sa 90% është epigenetike. Edhe tiroidet? Çdo lloj me tumori, kanceri, tiroidja, pse edhe një herë është predispozicion ti që ke në gjyshen ke predispozit që të kesh të gen të trashëguar. Por në qoftë se ti ke detyrën ta ndezësh të gen, ta aktivizosh të gen. Ti ke në dorë. Në qoftë se ti do ta aktivizosh duke rritur nivelin inflamator në trupin tënd, duke destabilizuar prodhimin hormonal mitokondrial, pra deri në qeliz, në aspektin qelizor, atëherë ti do kesh probleme të rënda. Pra, mos e harrojmë këtë gjë. Ne mund të themi, për shembull, mund të kemi raste familjare, ose kemi për shembull fakt interesant që janë publikuar, janë 2 motra. Të dyja kanë të njëjtat gjene. Të dyja vijnë nga një nën. Njëra ka një cikël perfekt, nëna e vet ka pas cikël me probleme dhe kujtoj se të dyja jo, sepse ajo është ushqyer mirë, i kemi në studime, në ulëntime. Ajo ka pasur më pak ankth, ka punuar më mirë, ka bërë aktivitet dhe ka pasur më pak këto lloj probleme. Pra, edhe një herë, nuk mund të zhvillohet një sindrom nëse në qoftë se ti nuk hash rregullisht sheqerna, në qoftë se ti do lëvizësh, do bësh aktivitet, nuk do kesh një sedentare, do kesh një balancim të jetës në përgjithësi, do kesh nivel më të ulët të stresit, nuk mund e do. Në qoftë se ti do flozhon, në qoftë se ti nuk do hash ushqimin që duhet, atëherë apo dhe gjithë këto probleme që ne tham, ne avëm fajin gjenetikës. Jo, gjenetika është predispozit. Nuk është dënim për trupin tonë. Nuk ka raste të vërtetuara. Deri dje ashtu ishte, por tani është vërtetuar që gjenetika ndikon 5-10% në të gjitha problemet që ne mund të kemi. Në aspektin e suplementar që ne mund të përdorim dhe të ushqimeve, mund të kemi bimët dhe ushqimi janë modulator natyral të gjithë sistemeve tona imunitare dhe midis tyre sistemit endokrin që goditet nga fëparët. Ato janë baza për të kthyer edhe balancën dhe elementet kryesorë për të kaluar të situatë. Dhe kush janë? Duke filluar nga niveli i lartë i fibrave, niveli i konsumimit, niveli i lartë i yndyrave të shëndetshme, vaji i ullirit, vaji i lirit, vaji i arës, vaji farave të ruçit, e verdha e vezës, konsumimi i avokato sepse ka omega 9 dhe ka nivel vitaminës E që rregullon ciklin menstrual dhe rregullon dhe nivelin e progesteronit, vaji i ullirit mbështet estrogenin. Dhe e verdha e vezës ka nivelet të mira të kolinës dhe të vitaminës D, e cila përsërit rregullon problemet e progesteronit. Konsumimi i arave, kryesisht i arave braziliane, që kanë nivele të mira të selenit. Çfarë është seleni? Është një detoks i estrogenit. Farat e lirit janë balancues të estrogenit, sepse përmbajnë nivelet të fitoestrogenëve dhe farat e lirit, por edhe të chias, elementë të tjerë, brokoli, lakra, lule lakra, rukola, pomodorini, hudhra dhe qefa, se përmbajnë komponime squfuri që ndihmojnë edhe në detoksifikim, panxhari, repat e të tjera. Pra, këto duhet kemi parasysh, edhe farat që ne thamë apo bananet edhe elementë të tjerë të çajrave, edhe probiotikët ose ushqimet me nivele të larta probiotikësh. Por, në rast se duhet përdorim bim, atëherë duhet dim për çfarë. Në qoftë se kemi mungesë të progesteronit, nga më të mirët është aguliçja, sepse ndihmon edhe në infertilitet, por rekomandohet që balancon nivelet e progesteronit, në qoftë se do të kemi nivelet e progesteronit shumë të ulët. Midis të tjerave për të rregulluar problemet e progesteronit, duhet marrim disa çajra qetësues. Qoftë një çaj lule pasioni, qoftë një çaj alpin gjatë ditës, që ne duhet ta konsumojmë për të rregulluar nivelet e kortizolit. Në qoftë se kemi një dominancë të lartë të estrogenit, duhet përdorim nivelet të sherebelës.
sepse është nga më të mirat që rebela në këtë drejtim. Por, në anë tjetër, duhet të rregullojmë dhe mbështesim detoksifikimin dhe hormonal dhe problemet me rregullimet e ciklit hormonal, edhe mbështetjen e mërqisë. Atëherë një nga elementet më të mirë edhe të androgjenëve që mund të kenë femrat është çaji mentes, që duhet përdorur 15-20 ditë, na 2 herë në ditë. Pra, realisht, përsëri nga më të mirat është berberina, sepse është në fok, është për uljen e nivelit të glisemisë dhe sheqerit në gjak. Pra edhe po ashtu dhe ul dhe nivelin e androgjenëve. Pra ta kemi parasysh. Ashwagandha është antiinflamator, ul inflamacionin, përmirëson gjumin, rregullon problemet me tiroidet dhe me hormonet e tiroideve. Apo rhodiola është rrit nivelin e përqendrimit të energjisë deri në mitokondri. Apo element të ushqimeve me vitamin C, perimet e jeshile që ne tham, vaj agulicës mund që thash dhe kryesore është vaj peshkut, që është një antiinflamator shumë i fuqishëm, me acide yndyrore, shumë të omegës 3 dhe 6 balancuara, ka një gjë, ka vitaminë D, ka vitaminë E, ka dhe vitaminën A e vaj peshkut. Pra, në këtë rast, ne duhet të dimë se çfarë kemi. Dhe në momentin kur e kuptojmë që çfarë simptomash kemi, a kemi fryrje, a kemi ndjeshmëri, a kemi në një cikël të rregullt, duhet të përdorim në bazë të tyre në bazë të analizës që thamë. Në bazë të analizës, po duhet ta përcaktojmë nga se e kemi për në radhë. Pra, ne kemi kaluar të fazë dhe kemi arë si duhet i përdorim. Sa duhet i përdorim dhe si duhet i kombinojmë, sepse ne duhet i dimë si t'i kombinojmë. Nuk mund t'i marrim të gjitha bashkë, duhet t'i marrim pak larg nga njëra tjetra dhe jo të bashkuara me njëra tjetrën apo në kohë, dhe duhet t'i bëjmë me cikle, nëse kemi problem të progesteronit, testosteronit, problem të estrogenit apo probleme të insulinës, të grelinës, leptinës e të tjera. Pra, çfarë problemi kemi, atë duhet të përdorim. Po disa nga bimet dhe ushqimet që duhet kemi bazë është pikërisht kjo, po ashtu gjumi dhe aktiviteti. Dhe fasting që është një element kryesor, se është një detoksifikim për aspektin hormonal fasting, duke ulur dhe kortizolin, stabilizuar shumë nivele hormonal dhe po ashtu dhe probleme metabolik që ndikojnë edhe të problemet hormonal. Fasting pra agjërim me ndërprerje për personat të cilët na ndjekin dhe nuk e kanë praktikuar ndonjëherë, sigurisht që është terapi më vete dhe agjërimi dhe duhet bërë patjetër në konsult si kundër edhe çdo suplement apo çdo kombinim që ju përmendet patjetër duhet bërë sipas një konsulte me një profesionist specialist i fushës në mënyrë që të dimë sa kohë zgjat në varësi të problematikave që secila prej nesh mund të mbartë. Për tek ushqimet që përmende, dua të ndale pak, sepse duam të dimë sa të sigurta janë këto ushqime, se ne ju na thoni konsumoni këto perime, por sa të sigurta jemi ne që ato janë pa hormone, pa pesticide, të cilat ne i konsumojmë për të rregulluar balancën, por na çaktivizojnë nga ana tjetër këtë dirigentin e famshëm të trupit tonë që udhëheq çdo gjë, çdo proces të trupit. Kemi dyshime te kjo pjesa? Kemi dyshime shumë, patjetër. Në një perim mund të gjenden rreth 30 pesticide sipas Departamentit të Agrikulturës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, pesticidet ekzistojnë, absolutisht. Se disa disbalanca vijnë nga këto ushqime për shembull, tek fëmijët. Patjetër, nëse do të marrim nivele të larta kimike, nëse do marrim nivele të larta pesticideve, patjetër. Por është vetëm një zgjidhje që ne kemi mundësi. Pra ne duhet të fokusohemi, sepse ka një problem. Në rastin e konsumojmë vërtet një ushqim me pesticid ose një frut, një perim, ai ka dhe lëndë ushqyese të cilat fillojnë dhe konvertojnë dhe sjellin disa balancime të trupit tonë. Pra sjellin edhe qija të mira. Por nëse ne do konsumojmë vetëm ushqim të përpunuar, pra nëse do ham ushqime të përpunuar, mish të përpunuar, ushqime të paketuara, atëherë nuk kanë asnjë element pozitiv në trupin tonë. Pra nuk kanë as fibra, nuk kanë vitamina, as minerale, nuk kanë as acide yndyrore, pra nuk kanë asnjë element, as antioksidant. Ndërsa nëse marrim, atëherë ne duhet të jemi të kujdesshëm. E para duhet të konsumojmë sa më pak ushqim, që të jemi më të ruajtur vetë të sigurt, pra mos konsumojmë shumë ushqim gjatë gjithë ditës. E dyta të ham nga pak. Tjetra është të përzgjedhim ushqimin dhe katërta të përdorim për problemet e pesticideve, ujë me uthull, me krip, me sodë, që të eliminojmë diku 90, 93, 95%. Pra niveli i pesticideve ka një mundësi për ta eliminuar pesticidin. Niveli i hormoneve që hidhet në ushqime, atëherë kjo është brenda në perim ose është brenda tek frutat, dhe nuk mundet do ta rregullojmë atë. Aty është tjetër problem që merret pastaj institucione të tjera, por ne duhet të jemi të kujdesshëm për të shikuar. Pra duhet bëjmë një gujit dhe duhet mësojmë më shumë se si duhet të zgjedhim perimet, frutat në treg dhe po ashtu edhe në supermarket në bazë të etiketës dhe elementeve të tjerë vizuale apo të nuhatjes të shikuarit të eksperiencës. E kuptova. Pra nëse hormonet do jenë dirigjentët e trupit tanë, do jemi dirigjentët e pjatës që konsumojmë. Tani, do doja të mbaja dhe nuk e di nëse ke kohë dhe një 7 minuta, sepse doja të flisnim për frutin e stinës që është fiku, edhe do doja disa informacione ju si nutricionist për të rekomanduar tek audienca jonë.
Pse dhe çfarë benefitesh ka fruti i unistinës siç është fiku? Janë dhe frutat të tjera, por ndoshta në hapësirat e t'i ndajmë së bashku. Ty të pëlqen vetë fiku? E konsumon? Fiku më pëlqen shumë dhe nuk duhet të ndahet në momentin që është koha e tij nga askush. Nuk ka asnjë përjashtim të, sepse fiku është një frut unik si frut në krahasim me frutat e tjera. Këtë duhet ta dim. Është i vetmi frut që përmban lule brenda vetes të vet. Dhe jo lule, por një komponent lulesh dhe nuk i lulëzon kur jashtë vetes të vet. Ai lulëzon fshehurazi dhe si thonte Hipokrati, ky lloj lulëzimi është si shëndeti jon i brendshëm, si emocionet tona, si gjaku jon dhe në fund jep një energji jetësore. Fiku është vërtet unik sepse përbërjet e tij ushqyese, mënyrën se si rritet, mënyrën se është quajtur dhe lashtësi fruti i mençurisë, edhe nga aspekti terapeutik e shëndetësor është nga më uniket, sepse edhe struktura e tij botanike është bërë sepse është një lloj grezë e veçantë, e cila është simbiozë unike me fikun për ta prodhuar. Pa njëra tjetrën as fiku nuk bëhet, as grenza nuk bie tonë. Që ta dim. Është i vetmi frut që ka një grenzë që shkon për ta krijuar. Fruti i fikut është përmendur jo kot edhe në librat e shenjtë, në Kur'an, në Bibël, edhe në librat e hindu. Pra është shprehur për arsye të mirësive që ai ka. Sepse rrallë gjen një frut që ka një ekuilibër të rrallë midis sheqerit natyral, pra fruktozës, fibrës, kaliumit dhe antioksidantëve. Një perfeksion. Profesori i mjekësisë i Stanfordit, Christopher Garner, ka thënë një gjë shumë bukur. Në qoftë se ai ka marrë pjesë në disa studime për fikun dhe shumë probleme tjera dhe thotë, në qoftë se ju do keni një problem shëndetësor, atëre mos harroni që unë të parën gjë që pyes njerëzit, a keni konsumuar fiq? Në qoftë se ju keni një sëmundje, tregon që ju keni mungesën e fikut. Dhe ai thotë që duhet të jetë nga konsumuesët, domethënë nga ushqimet që në kohën e vet duhet konsumuar. Sepse edhe për alkalitetin që ai jep, edhe për elementet e veçantë që ai përmban, dhe për fitokimikatet që ai ka, e të tjerë e të tjerë. Tani le të themi se çfarë bën fiku. Fiku redukton kolesterolin, ndihmon në pagjumësi. Ndihmon është edhe më mirë se çajra bimor, se shumë çajra bimor që ne kemi përmendur. Po të vëm fiku dhe çajrat bimor, fiku i anashkalon shpejt të gjithë çajrat. I kalon dhe shumë para në radhë. Është stimulues i jashtëzakonshëm për problemet hormonale. Për memorien, shumë i fuqishëm. Probleme me kolitin, me kapslëkun, me kancerin e zorës, kancerin e prostatës, të vezoreve, kancerin e mushkrisë, kancerin e lëkurës, kancerin e trurit, janë të gjitha të studiuara. Ndihmon në stabilizimin e tensionit. Është një pastrues detoksifikues i gjakut. Për zërin e ngjirur, nga më të mirët, për problemet e kristaleve, të gurve në veshka, për problemet e gurve në tëmbës, nga më të mirët. Është një nga kurustit më të mirë të anemisë, për rënien e flokëve, për problemet e epilepsisë, të autizmit, për problemet e sëmundjeve të mërqisë, për anksin, për stresin, për depresionin, për rigjenerimin e lëkurës dhe të qelizave, trajton problemet e urçave stomakut dhe dëmton ose eliminon në një farë mënyre edhe helikobakteri, trajton problemet e psoriazis, të akneve, e tjerë, nga nivelet e larta të mineraleve që unë po deshe ju a them se çfarë mineralesh ka fiku dhe çfarë elementësh ka. Por më shumë do më interesonte tek sasia e rekomanduar, se sa duhet të konsumojmë për të krijuar, le të themi, një siguri për sa i takon nivelit të sheqerit që ka, a mund ta konsumojnë dhe diabetikët, se ju thoni që ka gjithë këto vlera dhe ham 1 kg fiq në ditë, po çdo gjë është me moderuar, edhe fruti më i mirë. Ka një limit. Çdo gjë ka një limit, edhe uji i tepërt është një problematikë dhe mund sjellë edhe vdekje në ujë, që është i vetmi produkt që nuk ka nivel kalorik në botë, edhe që ne na duhet trupin tonë, edhe kur pihet sasi ai sjell problematika në shëndet deri në vdekjen e personit. Frika më e madhe e njerëzve është anashëndosh apo jo fiku. Jo, në qoftë se hahet në atë sasi jo, por nuk çdosh fiku asnjë edhe një herë. Duhet të kuptojmë. Në 100 gram fiq ne kemi diku 200 kalori. Por kemi elementë të tjerë të cilët stimulojnë nga niveli mineraleve, antioksidanteve, ku ka dhe karbohidrate, ka proteina, fibra etj, ato stimulojnë gradualisht, pra dhe niveli i sheqerit nuk lëshohet. Është ndryshe kur e marrim nga një frut, ndryshe kur e marrim nga një lëng. Nëse marrim nga një lëng frutash të freskët, niveli fruktozës shkon direkt në mëlçi dhe patjetër akumulohet edhe niveli diamit, edhe niveli glicemisë etj. Tani, element kryesor të fikun është kjo. Një diabetik mund të konsumojë 1 deri në 2 fiq në ditë, ndërsa një person tjetër mund të konsumojë 2, 4 deri në 5 fiq në ditë. Varet nga fiku, gjithmonë, apo nga të. Shumë i mirë janë dhe gjethet e fikut,
për të menaxhuar diabetin, gjethet e fikut janë nga më të mirë sepse kanë disa komponente bioaktive që ulin nivelin e sheqerit gjak. Ndihmojnë edhe përmirësimin ndaj insulinës, që duhet ta dimë, pra gjethet e fikut mund të përdoren për problemet të mitrës, të kisteve, problemet e mëlçisë etj etj. Pra edhe gjethet e fikut mund të përdoren s'duhet hedhur poshtë. Për diabetikët është kaq. Pyetje tjetër çfarë keni më thoni? I njom apo i thatë e fundit, se jemi në limitet e fundit të kohës. Kush ka më shumë sheqer? I freskët apo i thatë fik? Më i miri është i freskëti, sepse te i thati kemi një problem, përdoren dhe sulfurite që i hidhen për të ruajtur edhe nga krimat dhe nga disa elementë parazitar apo dëmtimeve. Po kryesisht ka nivele më të larta të fruktozës dhe sheqerave, ndoshta edhe sheqerat të shtuar te fiku i thatë, por jo se nuk do ta konsumojmë, por më pak. Pra nëse konsumojmë 3-4 fiq të freskët, mund të konsumojmë një fik të thatë gjatë një dite për shembull, një person, nga aspekti i vlerave që ka. Po më mirë është gjithmonë ushqimi kur është i freskët. Çdo perim. Pra edhe boronica është më mirë e freskës se sa e thatë, edhe kumbulla është më mirë e freskës se thatë. Patjetër. Por nuk diskutohet edhe nga aspekti i vitaminës, edhe nga aspekti i gjithë përqendrimit të elementeve. Po, për elemente po. Jo përqendrimi, disa elementë përqendrimit e fikut thatë janë më të mëdhenj, niveli i sheqerit, karbohidrateve etj etj janë më të larta te fiku i thatë se sa te fiku njom. Por rekomandohet fiku freskët. Nuk kemi fik të thatë patjetër, një sop, dy sop. Diabetikët duhet të jenë pak më të kujdesshëm. Tani është sezoni, kështu që le ta shfrytëzojmë në maksimum se edhe nuk është zgjat shumë sezoni freskët e fikut, kështu që shijoni për problemet hormonale që thamë të grave, të menstruacioneve, për problemet e plakjes, të lëkurës, të akneve, dëmtimin e ADN-s që është shumë thelbësor, është nga më të mirët fiku edhe ashtu të tjera që unë përmenda. Unë të falenderoj shumë për këshillat që ndam sot me publikun tonë, të uroj një ditë të mbarë. Me siguri. Faleminderit Altin. Shkëputemi tani për një këshill mjekësore dhe do të rikthehemi përsëri në Rrezet Dielli.